Përshëndetje, mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Ju lutem shumë injorojeni gjithë tramujën, por Kiani nuk ka qenë fare në Terezi sot në mëngjes, edhe donim të hanim mëngjes, i shtruam tasat, nuk i hëngrëm dot. Sot nuk e di, nuk fjeti shumë mirë natën, dhe Shtefani tha që okay, do ta marrë Shtefani me makinë të shkoj të laj makinën dhe ta qetësoj pak sepse makina e qetëson. Dhe unë do shkoj në spital sepse kam lënë një takim me personat që janë përgjegjës për ushqimin e bebave në departamentin e të porsalindurve, sepse kam shumë qumësh të ngrirë në ngrirje, i cili është 3 muaj, do me thënë, i vjetër, dhe Kiani nuk e merr më beberonin dhe qumshti i ngrirë mund të jetojë deri në 6 muaj. Okej, mund t'ja mbaja djalit patjetër që t'i gatuaja kur të vi koha që të haj gjëra me qumësht, pancakes, ku digjon. Mirë po, kam mbase shumë nëna, shumë fëmijë që kanë më shumë nevojë për qumshtin se sa unë që të gatuaj pancake për djalin, plus që unë mund të pompoj prap, shqyr zotit nuk kam probleme me gjithëdhënien dhe me ngopjen e djalit, kështu që mendova shkrova një mesazh tek banka e qumshtit këtu në Trier, aty ku unë kam lindur, edhe ato gocat ishin super të lumtura që u lajmërua dikur sepse kanë vërtet mangësi të qumshtit kur lindin bebat e vegjël, për shembull, dhe nënat janë në operacion apo ku digjon apo nuk kanë qumësh, nuk ju vjen qumshti, të paktën mos ju japin formull, të japin qumësh gjiri derisa t'ju vi nënave qumshti gjiri. Kështu që hajteni me mua, unë do shkoj sot, qumshtin e kam aty, nuk mund ta çoj direkt sepse fillimisht duhet të bëjmë takimin, duhet të bëjmë sqarimin dhe duhet të bëjmë disa analiza për mua, se patjetër që ato duan një qumësh nga një person i shëndetshëm, dhe pastaj analizat e tjera të qumshtit i bëjmë vetë aty në spital, unë nuk e kam idenë se si funksionon. Kështu që le të shkojmë. Kianin e ja dha Shtefanit, sepse edhe Shtefani donte, ndryshe do ta kisha marrë unë me vete në spital. Dhe do ta provojmë që nëse fle në makinë, atëherë Shtefani do shkojë me djalin të lajë makinën dhe të dalin, sepse Kiani fle më mirë jashtë. Nëse jo, do takojmë në mes të rrugës dhe do ma japi mua djalin. Tani, unë sot jam bërë shumë thjesht, se si thash, nuk kisha fare kohë të merresha, vetëm buzët kam lyer edhe vetëm qerpikët, flokët janë siç jam larë. Siç jam larë, po vendos të batën me gjasmë, që njerëzit mos të më shikojnë tek imperfeksionet të fokusojnë këtu. Po dhe shpalltën e madhe, e kam marrë unë këtu. Unë gjithmonë me vete se në fillon haroja. Pi vitamina farmacetike, ja të më kujtua. Sa gjatë pas lindjes si keni pirë vitaminat ju mama? Unë kam frikë se nëse do ndaloj, do më bien flokët apo ku digjon, pa çka se marr këto vitaminat për flokët, dhe flokët tani kanë filluar që bien normalisht, do të thënë si para shtatzanisë, se në shtatzani nuk binin fare, kurse para shtatzanisë e keni parasysh që kur lajemi apo kur i krejmë ne vajzat gjithmonë na bien pak flokë. Po jo ndonjë rënje ekstreme. Kështu. Kam marrë pasaportën e mamit, nuk e di a do më duhet, po e mora just in case. Të fik drita, vetëm Jaker me vete, fik dritën, telefonin në kanë, është karikuar besoj. Ma fiku. Më shtypja butonin në ndesë. Gjitha në fund, më dha një letër aty para të informacionit se është shumë e vështirë, është një spital shumë i madh këtu, kështu që të pak të arrita. Sa po arrita, Rarsiles, dhe tani
pres që të vi dikush që të më marrë nga brenda, po vjen dikush me sa shoh. Varova në spital, nuk mundesha patjetër të tiroja në momentin që po bënim diskutimin, që po bënim sqarimin, rregullat e higjienës, sepse çdo gjë private dhe ishte shumë jo komforte, isha vetëm atë zonjën infermierën që ka nisur këtë, si të thuash, nismën me qumshtin e gjirit. Unë tani po shkoj të takoj Stefanin tek një kafe që më pëlqen shumë dhe të ham mëngjes se nuk hëngrëm diçka. Kështu që kur të kem kohë do ju tregoj, sepse mora me vete edhe dokumentat, edhe çantën, edhe çdo gjë dhe se si funksionon pra gjithë procedura. Mama pausiert auch ein bisschen. Es muss ein bisschen loswerden. Ja, also nicht, dass man das ja. Das hat die Stimmung gestört. Man ist ja Schmerzen. Ich hätte gerne einen Cappuccino. Ja, 2 Kräuter. Ja. Që tregoj pak se si funksionoi ose se gjithë procedurat. Atëherë unë shkrova fillimisht një email tek emaili I bankës së qumshtit dhe thash që jam një mamaje që jap gjë dhe do doja të dhuroja gjë qumsht. Dhe ato më lanë një takim. Tek takimi ishte një vajzë shumë pasionuar mbas asaj që bënte, që ishte pikërisht fakti I drejtimit të kësaj qendrës së vogël, e cila pastaj ishte përgjegjëse për qumshtin që I jepej zakonisht fëmijëve që kanë lindur më përpara, pra që kanë lindur nuk e di unë javën e 27, javën e 28 e të tjerë. Dhe mamave akoma nuk ju ka ardhur qumshti ose për shembull kanë pasur komplikacione dhe janë, siç përfundova unë, në kujdes intensiv e të tjerë. Dhe ishte një dashuri shumë e madhe për punën nga vajza që më mori jo në intervistë, por që më sqarovi si funksionon gjithë gjëja. Dhe unë pyeta që por për shembull është e ditur që trupi nënës prodhon qumshtin që I duhet fëmijës, pasi vetë fëmija me anë të kontaktit të gjuhës dhe gjirit I thot trupit ton se çfarë ai ka nevojë, për shembull ka nevojë më shumë për yndyrna, në qumësht kanë nevojë më shumë për shembull ujë në qumësht që të hidratohet, ka nevojë për këtë antigjen apo për atë antigjen, pasi po lufton me X virus apo X bakter. Edhe thashun kurse këta fëmijëve ju jepet qumështi një mami që mbase s'ka lidhje me këtë fëmijë, dhe gjithsesi tha qumështi nënës është 100 herë më I mirë se I formulës, sido që të jetë. Dhe prandaj ne duam që t'ju japim qumësht gjiri, tha sidomos këtyre fëmijëve që lindin kaq herë dhe që e kanë stomakun shumë të papërgatitur, pasi qumshti formul është një çik më I rënd për stomakun, sepse nuk është aq I lehtë për të tretur nga stomaku I fëmijëve, sepse qumshti I gjirit është ai, si të thuash, lëngu natyral për të cilën trupi fëmijës me të cilën duhet të ushqehej në rastin më të mirë nëse funksionon. Prandaj kur fëmia është edhe I lindur para kohe
java, po dëgjoj, 27-28, është dhe shumë e vështirë që të punoj me qumshtin e formulës, kurse kur fëmia lind tamam në kohë, stomaku edhe flora e stomakut gja është krijuar. Dhe tha, ka pasur raste që edhe fëmijëve super të vegjël mund edhe për shembull të shkaktoj dëme shumë të mëdha në stomak sepse nuk e përpunojnë dot atë qumshtin e formulës dhe prandaj kishin marrë si nisëm dhe unë ndjeva shumë mirë vërtet që të jem pjesë e kësaj gjëje. Ku të shkojmë tani? Shkojmë ja këtu. Dhe pastaj më sqarovi cilat janë hapat e higjienës, si sillet qumshti dhe mua do më duhet, do me thënë morëm gjak për analizat, se sapo të më kthej përgjigje nesër që çdo gjë me analizat është okay, unë do blej një nga këto çantat e termoizoluese në mënyrë që kur ta çoj qumshtin aty, qumshti të vazhdoj të jetë i ngrirë dhe t'i futet disa qese akulli, të cilat do t'i blej tani këtu, ose edhe kam në shtëpi disa qese akulli sepse qumshti duhet jetë të paktën në temperaturën -17 më tha ajo kur arrin në spital. Pastaj qumshti i bëhet patjetër edhe analiza të tjera që numri baktereve, pra çdo ne jemi trupa njeriu dhe patjetër që trupi jon ka baktere gjithandej, sepse gjiri nuk mund të jetë 100% i sterilizuar, siç për shembull e merr qumshtin formul, ke biberonin e sterilizuar, ujin e sterilizuar dhe është i sterilizuar. Qumshti i gjirit mund të ketë pak djerës, mund të ketë tek dora, po që se ka pirë fëmia para dhe ai ka mikrobe në gojë, mikrobe po them, jo baktere, mbase mikrobe po. Edhe ato ka një numër të caktuar të mikrobeve që janë të lejuara tek qumshti i nënës edhe i bëjnë këto analizat para çdo qumshti që i japin një fëmije. Patjetër edhe më dhanë edhe një çantë, më dhanë disa dokumenta që t'i lexoja dhe më dhanë edhe disa shishe ku ta ruaja qumshtin, po unë kam këto qeset plastike që janë për atë punë, kështu që i thash unë kam këto qeset. Okej, tha jo shumë mirë edhe këto qeset dhe gjëja tjetër pastaj më dha disa ngjitsa që janë ngjit për shembull këtyre dhe me emrin tënd, me datën kur e ke pompuar qumshtin dhe me sa miligram apo ça ore ke pompuar. Kështu që është vërtet shumë e lezetshme dhe ajo goca se thash fliste me shumë pasion dhe më falenderoi 100 herë sepse ka nevojë për nëna që durojnë qumësht. Ashtu dhe. Kjo ishte që bëra pjesën e parë, ndoshta pjesën tjetër të videos kur ta çoj qumshtin do ta xhiroj në një ditë tjetër, pasi do më duhet të porosis një këtë çantën termoizoluese, të porosis këto çantat e akullit edhe mbase e bëj një video tjetër, por të paktën ideja është aty dhe ndihem shumë e lumtur që të jem pjesë e kësaj gjëje. Nëse do ta arri apo jo, shpresoj që po patjetër. Unë do t'i çoj të gjitha qeset që kam mbledhur deri tani. Dhe pastaj nëse funksionon do vazhdoj të pompoj, pa ja hequr patjetër drekën djalit tim ose ushqimin djalit tim, do vazhdoj të pompoj që të çoj prapë qumësh atje dhe të ndihmoj disa mama dhe disa beba të tjerë. Okej, tani gjëja tjetër, kur të shkoj në shtëpi do t'ja u tregoj, më ka ardhur një pako nga Vjera. Besoj që janë disa dhurata për djalin, i cili ka mbuluar syt në kafele, kështu që duhet t'ia zbuloj pak. Ose për e lesë mbase e kam mirë se është errët aty. Kam ardhur te një dyqan sepse duam që t'i bëjmë një dhuratë e Vjerit edhe Vjerës, një dhuratë të vogël, si sentimentale, por edhe financiare. Patjetër që unë ndihmoj familjen me ndihma financiare çdo muaj, pra kam lidhur një si tip pensioni për mamin dhe e kam bërë pagesa automatike që çdo muaj në këtë datë kalon pagesa tek mami që ta ketë për gjërat e saj, një ndihmë e vogël pasi pensionet janë shumë të ulta në Shqipëri. Kur babi jetonte akoma, ai kisha lidhur babit një pension, shtëpia në Tiranë, në Qeraja, i kalonte babit si pension. Tani që babi nuk është më, një pjesë sepse babi nuk ishte fare pension se ishte shumë i ri në moshë,
një pjesë nga rroga ime, 1% i kalon mamit. Dhe thamë që patjetër edhe prindrit e Shtefanit i kemi prindër dhe jo se nga kërkuan, por mendojmë që për shembull çdo vit ju bëjmë një dhuratë. Dhe mendoj që këtë gjë duhet ta bëjnë të gjithë fëmijët, që t'i bëjmë prindrit tanë edhe krenar, por edhe pak më të thjeshtë jetën, kanë bërë kaq shumë për neve. Edhe do shkoj. Kjo në fakt është kutia që kam bërë unë dhuratë atyre për Krishtlindje. Edhe tani unë do shkoj të bëj një dhuratë të vogël që mos jetë thjesht që shiko na këtë zarfin, por të jetë edhe pak e personalizuar, ndonjë gjë të bukur, ndonjë çokoladë, ndonjë gjë, edhe t'ja vë qefi. Kështu që hajdeni me mua, shkojmë të bëjmë. Djali tani ka marrë këtu tek një dyqan, edhe po mendoja çat ju bëj dhuratë dhe po mendoja mbase për vjerrin një palë çorape, për vjerrën ndonjë shal, ndonjë palë vat, domethënë gjëra kështu, pastaj disa çokolata, një kuti të bukur dhe mendoj që është okay ideja. Se di. Do t'i blej të tëra gjërat, kam marrë këtu te Kiku dhe pastaj do t'ja u tregoj në shtëpi se çfarë bleva, por besoj që për vjerrin është okay që ti marr çorape, edhe nuk që nga shumë shrajnë fare, që nga gjatë lirë. Kështu që do t'ja u tregoj në shtëpi që do blej. Als App und profitiere noch heute von monatlich wechselnden Rabatten und mehr. Viel Spaß beim Shoppen. Kick. Mehr sparen, als du denkst. Mit deiner MyKick Vorteilskarte. Bleje të këtë dyqani. Shkojmë te tjetri tani. Të shkojmë çfarë mund të blejmë. Bleva një pjesë të gjërave dhe një kuti që shpresoj të më nxej gjërat tek Kik. Tani do shkoj te Diem se dua t'i blej vjerrës ndonjë palë vat, se asaj i pëlqejnë. Kurse vjerrit i bleva e mami vetëm çorape, gjysit. Edhe ndonjë çokoladë o blej dhe këtu pastaj, edhe kaq. Basta ndonjë krem vjerrës nga shtëpia, të shikoj. Gjeta këto vathet për vjerrën, shumë të bukura, argjend. Versuch's mal, danke. Mbas edhe ndonjë manikyr, ose diçka tjetër. Dhe besoj që jemi okay. Dy çokoladat që bleva dhe vjerrës i bleva manikyr edhe vat. Besoj kaq. Po ju tregoj shpejt çfarë bleva. Për vjerën dhe për vjerrin. Dhe në fund do t'ja u tregoj besoj paketën e përfunduar, se tani që është djali nuk kam kohë. Atëherë, për vjerrin, për vjerën, që të ulen dhe të pinë kafe bashkë. Po ashtu për vjerrin një palë 3-4 nuk e di sa palë çorape. Kjo këtu është për mua. Mora dhe të kuti, që t'ja u paketoj. Tani vjera i pëlqen Aribot i marrë gjithmonë në makinë, edhe kam menduar për atë se ja kam parë gjithmonë dhe ndonjëherë dhuratat janë më të rëndësishme ato që tregojnë që i ke kushtuar rëndësi një detaj të vogël, kurse vjerri i han shumë të karamelet të pjesën e grykës. Pastaj mora vjerrës një palë vat argjenti edhe një manikyr. Dhe ju mora dhe dy çokolata, një të zezë, një të bardhë. Besoj vjera ha të bardhë, vjerri ha të zezë. Do t'i dërgojmë edhe këtë kartolinën nga Malta, tek popa e Villit Squishy. Dhe patjetër do t'i fusim edhe zarfin. Edhe kjo është paketa, se si do ta paketoj këtë bukur, do t'ja u tregoj në fund.
Tani do ha pak drek, do merrem me djalin dhe kur të flet djali, do ju tregoj edhe dhuratën që më ka nisur Vjera. Besoj janë kapele për djalin, po nuk jam e sigurt. Kështu që po ja tregoj më vonë. Kur vle mirë, shiko sa bukur qesh. Shiko sa në humir të mirë, humor të mirë qesh. O, do vdesh, mami, por që nuk të put dot tani që kam lër bugjet. Nuk të put dot. Nuk të put dot, mami, bravo. Sot fjete mirë. Në mëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhën në një tjetër video të kanalit tim. Siç po e shikoni nga titulli, sot, oj, çan këtë flok këtu. Sot është dita që do shkojmë të dërgojmë qumshtin, do patjetër të shikoj në kamera, qumshtin në spital. Atëherë pasi unë vajta bërëm fjalimin, sqarimin, hapat e higjienës, u morë edhe gjak për analiza, u bën analizat të detajuara edhe të shtunën. Pra të mërkurën kisha takimin ose të njëjtën dhe të shtunën mora përgjigjen që të gjitha analizat ishin negative dhe unë mund të isha një dhuruese e qumshtit. Hello. Do të them qumësht, se ti nuk e pinti. Pse nuk e pinti? Pse? E pin ky, po nuk pin aq shumë sa të shkërkon. Do me thënë porosit shumë më shumë. Si që kam thënë në disa video të tjera, unë mendoj që Ema si qesh Ema edhe po e thoja që unë mendoj që qumshti i qirit komandohet vetëm nga baby. Sa baby kërkon, aq prodhon dhe trupi jon, sepse jemi qenie kaq të mrekullueshme të ndërtuara. Tani Kiani ka shumë ego për qumësh dhe ndonjëherë kërkon çdo një orë, çdo 45 minuta dhe mami patjetër që e ve sa herë që ai të doj. Dhe pastaj shqojmë në përfundimin që kemi më shumë qumër se çe pin ky, se çka porositur te truri. Hajde, tani do bëhemi gati, unë kam bler çantën, do fut akullin që e kam futur të ngrirë dhe do iki direkt pa ndales tek spitali që mos të na ngrohen qumshtat. Spitali i pranon qumshtin vetëm nëse ka temperaturën do ta dhe kokën. Ku je ma? Këtu dhe mami. Jeta ime. Vetëm nëse është temperatura minus 17 gradë. Po që jemi më pak, nuk më marrin, kështu që nuk do doja ta hidhja të ratë qumësh. Do bëj gati djalin dhe do ta paketoj nëse Xholinë kur ti kem të gjitha gati. Gjëja e fundit që do bëj është që do fut qumshtin në çantë termoizoluese që e kam bler. Do bëhemi gati. Atëherë ja ku janë të gjitha qesat e qumshtit. Do t'i çoj. Atëherë, ky është i gjithë qumshti, nuk e di se sa qesa janë brenda 50. Jam shumë e lumtur që do ndihmoj shumë fëmijë me këto. Ikim. Qesin. Djali, shkoj. Se keni den se sa i rëndë është bërë Kian, kështu që bëra mirë që e lash Kianin e krevatit ti shpejt dhe vrapova një herë me çantat e tjera. Te makina, qova të gjitha, dhe tani kam vetëm Kianin dhe çantën e qumshtit. E kam lënë në orën 10 me atë vajzën, ora është 10 pa 10, që do ta vendos qumshtin në bagazh, që inshallah nuk e ka ngroj atje, edhe shpresoj që do funksionoj. A, Kian, qa këngët të këndoj mami ty tani? A? Qa këngët të këndoj mami? Qa ka mësua? Qufo, o gjumashko, në shkolla vasha vash. Qufo, o gjumashko, në shkolla vasha vash. Që janë këto këngët e këtilta, nuk e di. Prit, do të këndoj mami
këngë partizanësh. Nato Maja, ripa ripa, se gjëmojnë. Po shikoj që nuk ka shumë trafik, po jo edhe aq pak trafik. Ka pak trafik. Unë kam nga shtëpia deri në spital, do me thënë 6 minuta me orë në dorë, po që se rruga është e lirë. Kërë që shqyqyr nuk është largë dhe kam pak frikë që mund të nxehen qeset, plus që ato janë të gjitha të ngrira dhe besoj ftojnë njëra tjetrën, shpresoj. Do ishte shumë keq që ti të hidheshin gjithë ato qumësh, o zoti madh, disa do më këputoj zemra, kështu që shpresoj shumë që të funksionoj temperatura. Siç që thash, duhet të jenë minus 17 gradë kur unë t'i çoj atje dhe unë as nuk e kam idenë se sa e kisha frigoriferin, pasi nuk di njerëz ku shikohet ngrirja. Mund të shikoj temperaturën poshtë, po ngrirje nuk e di. Qumshtin, qeset më të mëdha mund të jenë diku rreth 50 qese me volume të ndryshme që fillojnë nga 90 ml minimumi, sepse unë nuk i ngrija po supo 90 ml, sepse mendoja atëherë që Kiani kur ka qenë i vogël 90 ml e kishte pak a shumë një herë të ushqehej, edhe mendoja që domethënë të ushqehej një herë dhe ta shkrinim një herë, jo ta shkrinim dhe të ngelej apo ta shkrinim dhe mos ishte mjaftueshëm dhe të shkrinim 2 qese. Kështu që nga 90 deri në 250 varet kur e kam pompuar qumshtin dhe qeset më të mëdhaja i kam bërë në periudhën kur Kian ishte akoma i vogël dhe flinte, për shembull, e vinim në orën 7:30-8 në gjumë dhe flinte deri në orën 2 natës. 6 orë njerësh, edhe unë duhet ta pompoja gjoksin, duhet ta pompoja gjoksin gati çdo 2 orë. Edhe prandaj në këtë periudhë kam pompuar shumë qese, edhe ja, erdhi dita që ti përdor të bëje diçka të tillë. Nuk gjeta asgjë kundi parkim, e kam lënë makinën shumë keq në trotuar, sepse vërtet që nuk kishte parkim dhe unë nuk mund të shkoja më lart se kaq. Nëse marr gjop nuk më intereson, rëndësit ka të çoj qumshtin në rregull. Kështu që unë nisa, shpresoj është tot të paktën, nuk është se është verë, se në verë besoj dohet më keq, po në verë nuk e bëj që të marr dhe Kianin, ja lë Kianin Stefanit edhe shkoj veç shpejt e shpejt. Ose Kiani me Stefani me makinë dhe unë shpejt spres nga makina, e çoj, edhe çdo gjë okay. Oj, sa po arritëm ora 10:10, e kishim takim në orën 10, por nuk mundesha të vija dot më shpejt. Kështu që qumshti ka 20 minuta në çantë, shpresoj vërtet që temperatura të jetë e duhura, edhe që kjo vajza mos të vonohet shumë tani. Ta marrë qumshtin, edhe ja dole mami, ja dole. Akoma duke pritur, inshallah të vim shpejt se gjunosh. Qumshtin e dorëzova, tani po ushqej djalin dhe po pres më sjellë çantën edhe të më thotë që çdo gjë ka funksionuar, temperatura ishte e duhura. Shpresoj. Ja dole. Qumshtin e dorëzuar. Çdo gjë ishte në temperaturën e duhur. Edhe tip top.